Mbram edhe para 2 netëve ka ndodhur 2 raje. Komitet I kanë rrehur shqiptarët 2 herë. Pra, pse vin këtu nxitje tash në këtë kohë? Nuk mund t'jap, ka edhe raste janë të rije, nuk mund të di pse ndodhin. Ka pat edhe raste ashtu, edhe përpara, edhe por nuk mund të japim një. Kanë qenë paraqitën grupe trish, do të ketë prap. Ç'ashtu? Prom, që qatë I tregojsha se unë e gjeko marrë për Zvicës, jam këtu, kur erdha unë e kësha vu jakën, që kësha. Vetë kur kanë ardhë 25 veta, amare këta tonë të ishin fëmijun, si di pse I provokojnë ata tjerë. Ke dëshmitari pa atu? Jo, po dëshmitar kesha, ma unë shkova në punën teme, s'kisha punë me ata, ama ishe edhe policia, këtu mrapa I murëm parasysh këto më duke. A është mirë kjo dhe a mund të nxite? Katastrofë, kjo do vije incidentet më dojë, do vije ma keq. Ma mirë, s'mund bëhet. Amo duhet dikush të marrë masa. Policia duhet marrë. Sa shembull masiftari, këtu ne ka shumë persona që I dalin edhe bëjnë incidente. A policia është I pas di që te ishin te taksit mas, sigurisht ata ndoshta I mbikëqirin, ama sa se di. Se di, politika është e ashpër, e reflekton këtë situatë. Situata o Mickovski është askërkundi, që kjo është komplet. A mund të rahja e tifë grupeve të nxisë edhe konflikte më të mëdha ndër etnikëve? Po, e saktë është ajo. Çdo herë ka ndodhur, jo vetëm kene, e në jashtë. Për në jashtë. Prishja I Jugoslavisë piku dul, prej stadionit Maksimirit, sportit. E në dul prishja I Jugoslavisë. Kjo është e saktë.